Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ka pasur ngacmimin tim nga një koleg. Aktoreja e njohur turke largohet nga seriali Një dashuri. Një prej aktoreve më të dashura të brezit të ri, Sila Turkuglu, e cila ka qenë e njohur edhe më parë për disa role të tjera, po jep fund aventurës së saj në serialin më të fundit dhe shumë i suksesshëm, Kizilçik Sherbeti, ose i përkthyer në shqip Një dashuri, i cili transmetohet aktualisht në televizionet shqiptare. Ky projekt bëri dhe ishte një pikë kthese në karrierën e saj dhe ndihmoi shumë, por me sa duket i ka ardhur fundi. Sipas mediave turke, aktoreja ka zhvilluar një takim me producentin Faruk Turgut në fillim të sezonit të ri dhe kishte kërkuar të largohej nga seriali. Sipas saj, për personazhin Doga është shkruar një skenar ratisje me Firazin, me synimin që më pas të niste një fazë të re në histori. Arsyeja e largimit të saj në një intervistë të fundit ka qenë pikërisht një ngacmim intim nga njëri prej kolegëve, për të cilin ajo ka hapur edhe një proces gjyqësor. Nuk bëhet media emri i kolegut në film, por me sa duket më vonë, aktoreja ka zbuluar se pas përfundimit të procesit gjyqësor do ta bëjë të ditur edhe emrin. Reagimet e publikut kanë qenë të forta, duke qenë se shumica e ndiqnin serialin pikërisht prej personazhit kryesor Doga, pra dhe aktores normalisht, dhe me sa duket të gjitha shikimet do të fillojnë të bien për këtë arsye. Në rolin e Dogës do të vijë një aktore tjetër turke.